për të drejtat e njeriut. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka vazhduar seanca gjyqësore në rastin e ish kryeshefit të Kekut, Nagib Krasniqi. Dëshmitari Skënder Isufi tha se tenderi për mbikëqyrjen e dilatimeve të termocentralit B1 dhe B2 ishte zhvilluar me procedurë të negociuar dhe ishte rekomanduar në kontraktim. Ai tha se në atë takim, përveç drejtorit të prokurimit, kishte qenë i pranishëm edhe kryeshefi dhe sekretarja ku ishin diskutuar kërkesat për ndryshim të kushteve të kontratës, përfshirë çështjen e vlerës, afatit dhe garancionit. Duke u përgjigjur në pyetjet e prokurores së rastit Fikrije Zejnullahu Isufi, i cili ka qenë dëshmitar në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit ekzekutiv të Kosova A, tha se kishte qenë kryetari komisionit për këtë aktivitet prokurimi. Në këtë proces gjyqësor, Nagib Krasniqi dhe Ymer Dragusha akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare, ndërsa Krasniqi akuzohet edhe për zbulim të fshehtësisë zyrtare. I akuzuar tjetër, Yusuf Zejna, ngarkohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale, keqpërdorim i detyrës zyrtare. Në orët e vona të së mërkurës është realizuar arestimi një shtetasit të Kosovës të kërkuar përmes Interpolit me urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga Maqedonia e Veriut për veprat penale, bashkim kriminal, evazion fiskal dhe mashtrim.